Shiko, përsa i përket Amerikanëve, kanë ardhur sherifat në qytet, jo sherifi, po unë them sherifat. Normalisht të gjithë ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndodhen në vendet respektive nuk drejtohen më nga Departamenti Amerikan i Shtetit, por drejtohen nga linja Trump. Në këte 4 vjeçar, ne nuk do të shikojmë pozicionet të sekretarëve të shtetit ashtu si ka qenë me administratën Biden. Pra, e gjithë politika amerikane do të jetë në një drejtim ndryshe. Pra, apo ka se mos ta mbyllin dhe ambasadën këtu, se shumë konsolata po mbyllen për vendet perëndimore. Por mos prek edhe nivel ambasadash apo? Se besoj të preken ambasada. Vendosin një ambasadë për Shqipërinë e për Kosovën. E di çfarë tregon kjo? Kjo tregon bashkimin në Shqipërisë me Kosovën. Në rast se të kemi këtë rast, normalisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kërkojnë që Shqipëria dhe Kosova të bëhen bashkë dhe të bashkohen. Dhe unë e them edhe po e përsëris këtë, një referendum i mundshëm që të zhdukim të gjitha të zërat e nacionalitetit dhe gjitha këto, të vendosim ne si popull, dy popull që jemi një kombë, të vendosim a duam të bëjmë bashkimin ligjor apo do bëjmë bashkimin kombëtar. Bashkimi ligjor do të thotë që ne do të lehtësojmë aspektin ligjor shumë, që do të thotë ashtu siç e kemi po akoma dhe më shumë, dhe në aspektin kombëtar do të thotë që do të kemi një president dhe 2 qeveri respektive brenda vendit dhe do të shpallim sikur të jemi Shtetet e Bashkuar të Ballkanit. Do ishte një ide e bukur të kishim Shqipërinë kryesoren, që të kishte Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, shtete të bashkuar të Ballkanit. Por kush nga fuqitë e mëdha do të pranonte këtë skenar? I cili skenar Trumpi nuk asnjë s'do i thonte jo Trumpit. Nuk besoj që do i diti përballë. Qofse do i shkonte në asnjë ose do mbështesë. Gjermania dhe Franca jam i bindur që do i dilte. Por unë jam i mendimit në rast se Bashkimi Evropian dhe Amerika këtë 4 vjeçar nuk gjen rrugën e përbashkët, unë jam i mendimit që duhet të shkojmë drejt një referendumi popullor midis Shqipërisë dhe Kosovës për një bashkim të mundshëm me një president dhe 2 qeveri. Ose presidenti po bëhet gati. Edhe s'do bëhet edhe deputet. Dhe përveç krijohet. Po krijohet puzzle-i. Po. Dhe mendoj që në rast se shkojmë në skenarin tjetër, në një president me Shteteve të Bashkuar të Ballkanit, nuk e di kush fuqi do jetë ajo që do ndërhyjë, që do të bëj o prishjen e pazarit, o rregullimin e pazarit dhe vazhdimsim dhe mbështetjen, sepse duhet të kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara nëpërmjet NATO-s dhe shtetet e fuqishme kanë dhënë shumë para për sa i përket mbrojtjes tonë dhe normalisht ne duhet jemi dhe realist, mjaft qyli dhe vjen momenti që do të paguash faturën dhe faturën që do ta paguajmë, do ta paguajmë ne qytetarët shqiptar, bashkërisht edhe me të tjerë, sepse NATO ose më mirë asistenca amerikane është diçka që ne na jep mbrojtje. Prandaj unë mendoj këto 2 janë skenaret. Një president dhe 2 qeveri ose ndërtimin e Shteteve të Bashkuar të Ballkanit me mbështetjen e fuqive të mëdha.